Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha sot nga Tashkenti se Serbia ka një partner të ri strategjik në Azinë Qendrore, Uzbekistanin, duke theksuar se është e rëndësishme që vendet në zhvillim të shpejtë të qëndrojnë pranë Serbisë kur bëhet fjalë për çështje të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare, siç është Kosova. Këtë mëngjes Gjurić u takua me presidentin e Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyevin, të cilin e falenderoi për mbështetjen e tij në ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Bashkëbiseduesit diskutuan forcimin e lidhjeve midis Beogradit dhe Tashkentit dhe afrimin e dy vendeve dhe popujve. Kryetaria e Këshillit për Kosovën dhe Metohinë, Daniela Nikolić, tha se zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme në Kosovë tregojnë paaftësinë e Prishtinës për të bërë diçka në mënyrë të pavarur, pavarësinë ndërkombëtare si dhe thellësinë e krizës së institucioneve të Kosovës. Ajo theksoi se Albin Kurti do të përqendrohet në politikën anti-serbe dhe jo në standardet e jetesës gjatë fushatës zgjedhore, siç deklaroi ajo. Pasoja politikës së tij janë 400.000 shqiptarë që u larguan nga Kosova për shkak të kushteve të këqija të jetesës, standardeve të jetesës ndër më të ulët në Europë dhe papunësia prej 25%. Kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur Veljko Odallović tha se për shkak të zgjedhjeve të ardhshme politika antiserbe po intensifikohet në Kosovë dhe shtoi se pa ditë të fshehta, gjyqjet e fshehtë dhe gjyqjen e mungesa. Ai shtoi se kjo nuk është retorikë që drejtohet vetëm nga Prishtina, por edhe nga qendrat e tjera në zonën përreth. Kur u pyet nga radio televizioni i Serbisë nëse dije se sa serb në Kosovë po ndiqen penalisht dhe akuzohen për të ashtu quajturat krime lufte, Odallović tha se askush nuk e di. Diplomati Zoran Milivojević deklaroi se qeveria në Prishtinë po zbaton një politik presioni mbi popullin serb dhe vlerësoi se është e rëndësishme që Serbia kohët e fundit po këngul në temën e Kosovës pozicionin e popullit serb në komunikim me diplomatët dhe ndërkombëtarët dhe mbi të gjitha në respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 1244 që do të ndihmojë në diplomacinë e Serbisë në periudhën e ardhshme. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti përsëriti se Kosova po shkon në zgjedhje për shkak të lëvizjeve të opozitës dhe lidhur me vendimin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe Vjosa Osmanit për të performuar së bashku. Ai tha se nuk duhet të përzihet në dëshirat me faktet. Mos harroni se vendosi populli 4 muaj më parë plot 51.1% të votave shkuan për vetëvendosje dhe ne ishin shumë afër shifrës prej 500.000 votash, tha Kurti dhe kujtoi se në atë kohë 3 partitë opozitare kishin më pak vende në kuvendin e Kosovës se sa vetëm vetëvendosja. Analistët politikë në Prishtinë pajtohen se mbështetja për lidhjen demokratike të Kosovës në zgjedhjen e ardhshme do të rritet nëse Vjosa Osmani është në listë, me vlerësimin se gara kryesore do të jetë midis saj dhe Albin Kurtit, raporton gazeta Blic. Këshilltari i presidentes deri më vonë të Kosovës, Burim Meta, tha se vendimi përfundimtar për bashkëpunimin midis Vjosa Osmanit dhe lidhjes demokratike të Kosovës do të merret të shtunën në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të asaj partie dhe shprehu pritje se ajo do të jetë bartse e listës së LDK-s në zgjedhjet e ardhshme. Politologu Ognjen Gogić vlerësoi se Kosova nuk ka probleme me kushtet e zgjedhjeve, por se zgjedhjet e ardhshme mund të përballen me sfidat e vjetra, problem në numrimin e votave dhe përpjekje politike për të skualifikuar listën serbe. Menaxherja e programit të Iniciativa e Re Shoqërore, Milica Andrić Rakić, thotë se partitë politike shqiptare mund të abuzojnë përsëri këtë herë Komisionin Qendror Zgjedhor të mos certifikojnë kandidaturën e listës serbe ose të ndalojnë mbulimin e zgjedhjeve nga mediat që raportojnë në gjuhën serbe. Profesori universitar Mazlum Baraliu deklaroi se depolitizimi i Komisionit Qendror Zgjedhor është i nevojshëm, por se kërkohet ndryshimi në Kushtetutën e Kosovës.
Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira dhe i ngrohtë në mes të ditës në jug dhe pasdite dhe në mbrëmje në pjesë tjera të Serbisë do të jetë me vranësira me reshje shiu dhe bubullima. Era do me drejtim të ndryshëm, temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 15, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 25 gradë Celsius.